Polici i përfshirë në sulmin me armë në Beberhane të dielën në Rilë të Lezhës do vijoj të qëndroj pas hekurave. Këtë të premte, gjykata e Lezhës caktoi për Besart Kovaçin masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, efektivi ka qëndruar të njëjtit version të dëshmisë. Sipas asaj që Apo News ka mësuar, polici ka ripërsëritur para tokave të zeza se ka shtën i pari për të neutralizuar situatën, sapo pa që në Beberhane mbërritën disa persona të armatosur, por pavarësisht pretendimeve, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë dhe masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Përplasja e mbrëmjes së një shkurtit në Lezhë mendohet se është pasojë e një konflikti mes tre të rinjve të fisit të ish-deputetit Arben Ndoka dhe nipit të biznesmenit që u vra në Shëngjin Ardian Nikulaj. Kevin Gerardo dhe Eliseo Ndoka ishin pjesë e grupit prej 7 vetësh, të cilët hynë në Beberhane në Lezhë ku ndodhej 21 vjeçari Merando Nikulaj. Dyshohet se qëllimi i tyre ishte ta dhunonin, por gjatë përplasjes mbeti i plagosur pronari i biznesit Sokol Daci, edhe vetë Merando Nikulaj. Agresorët shkuan me 2 makina dhe gjatë largimit nga Beberhania qelluan me breshëri plumbash, duke thormuar fasadën e xhamit dhe duke dëmtuar biznese të tjera. Dyshohet se konflikti për të cilin Ndokajt kishin shënjestruar Nikulajt daton në mars të vitit 2025, kur palët janë zënë në kunet Shëngjinit. Konflikti verbal ka kaluar në një përplasje me automjet të dyshuar së shkruar nga Nikulajt në drejtim të 2 pjesëtarëve të Ndokajve që lëviznin me motorcikleta.